Çfarë mund të blesh me 90 euro në DM? Filloj me dashurinë e përjetshme që është Lenori. Dashuria tjetër e përjetshme Feri që na ka ngelur që nga Shqipëria. Mora këto pancakes për kremën. Mora këtë shampo që ta kisha si version më të vogël, po nuk është se është aq i vogël me të drejtën. Një si ky kremi, që unë i them kremi kalit, ky është për dhimbjet e muskujve dhe gjëra të tilla. Letra dezinfektuese për rrugës. E keni çuar juve atë shprehjen i bëfshi lekët ilaçe ja. Këto janë vitamina, për shembull magnezium me B12. Ky është një krem që ndihmon për dhimbje që mund të kesh. Ka domethënë efekt ftohës dhe gjëra tilla. Kjo është një kompleks të vitaminës B. Këto janë thjesht disa likoplast që janë kundër ujit, kemi omega 3 dhe sërish një vitamin B12. Nuk e di se çfarë është kjo vitamina, çfarë është, edhe kjo është për dhimbjen e kockave. Se u çajin kockat. Sërish disa likoplast, është një roll-on që kur ke dhimbje koke, thoshte nuk e kam provuar asnjëherë, nuk e di as funksionon apo jo, thjesht e mora. Mora këto dy krema që i kam marrë edhe më parë, këto janë për zbutjen e duarve, më kanë pëlqyer. Këto i mora për krenën në një rast emergjent, edhe kjo për krenën, një orbit për mua, fil dentar, këto kunjat e veshve dhe të gjithë këto lapsat. Ky është korrektori im që nuk e di sa herë është e marr. Dy rimelo që edhe këta nuk e di se sa herë i kam marr. Mos, pas kam marrë 2. Pas kam marrë gabimisht 2 korrektora, po nejse nuk. Këto janë 3 lapsa buzësh dhe 2 lipa. Dhe të gjitha këto njerëz kanë kushtuar 91 euro. Nuk e pas kam faturën këtu. Po nuk e di, u çudita shumë kur i pas sepse e fut në një gjë 2 euro, 3 euro, 5 euro dhe ja që shkojnë 90 euro. Gjithsesi do t'ju tregoj pak edhe se çfarë mora një ditë tjetër që kushtuan diku te 30 euro. Kemi këta kremra që janë nga L'Oreal, këta me retinol për pjesën e elasticitetit, lëkurës dhe gjëra të tilla, edhe kolagjeni që sërish pak a shumë të njëjtën gjë bëjnë të treja. Këtë në fakt nuk e kam marrë të DM-ja, kam marrë në Kaufland një ditë tjetër. Dhe është për fytyn dhe për kollën. Kjo është për gjumin gjatë natës që ta bësh pak më të qetë për ata që vuajnë nga pagjumësia. Një tjetër omega 3. Mora këtë për vete, këtë për krenën që ti kemi për rrugës, edhe këtë shampon për rezin, edhe pak a shumë këto domethënë, edhe këto kushtuan ja 30 euro. Dhe bëni vetë llogarinë që sa gjëra ishin dhe sa kanë kushtuar. Më mirë ti kisha marrë te Rossmann, të paktën kisha marrë një 10% ulje, po harruam.